Të dashur bashkëqytetar, të dashur shqiptar, i dashur popull i jetur për drejtësi. Shqipëria jon, vendi yj që ne duam shumë dhe në rriti po shkretohet. Po poshatiset jon nga ndonjë fatkeqësi natyrore, por nga një pesimizëm i gjerë i imponuar. Nga një pushtet që mbjeton përmes monopolizimit të pushtetit, varfërisë, largimit dhe frikës. Ata që sundojnë kanë rrënjosur thellë një mekanizëm që ushqehet me shpopullim. Sa më shumë njerëz largohen, aq më pak pyetje bëhen. Sa më shumë largohet rinia, aq i sigurt ndihet pushteti. Dhe përballë tyre kë kemi? Një pseudo opozit të humbur në vetvete. Një pseudo opozit që ka harruar idealin e cila e sheh popullin si një klient dhe jo si sovran. Një pseudo opozit që mbështetet më shumë në fjalët e një mercenari, një këshilltari të huaj marketingu se sa fjalës së popullit të vet, sikur populli të jetë një turm klientësh gati për të blerë. Por populli shqiptar nuk është mall. Populli shqiptar nuk është një turm pa mendim, lojë eksperimentesh për parti identike, vetëm ngjyra ju ndryshon. Populli është shpirti i këtij vendi dhe nuk ka nevojë për pseudo lidera karizmatik me teknika të reja për qëllime të vjetra. Populli është nderi që nuk blihet, nuk mashtrohet dhe nuk lejon që të jetë një objekt talljeje. Kur ne ngrihemi për probleme të prekshme, mediat heshtin dhe braktisin besimin e popullit të thjeshtë. Kur ne kërkojmë drejtësi dhe baranci, ato flasin për imazhe, leadershipi dhe lojra pushteti. Kur ne flasim për popullin, ato flasin për sondazhe. Na quajnë të vegjlit, përçmojnë popullin e thjeshtë, përçmojnë gjuhën e thjeshtë, injorojnë të drejtën bazike të përfaqësimit, a thua se po jetojnë në regjimin e vjetër francez para revolucionar. Por nuk ka më të madh se ai që lufton për çdo stres shoqërore. Nuk ka më të fuqishëm se ai që nuk i përkulet frikës dhe trukeve të mediave të shitura. Dhe ndaj jemi këtu, jo për të bërë alanca hipokrizie, jo për të rrëzuar një të keqe vetëm për të sjellë po një tjetër. Sepse një përfaqësues i denj i qëndron së drejtës, edhe nëse është i vetëm. I qëndron sepse nuk e shet idealin për karrige. I qëndron sepse nuk mendon për veten, por për të mirën e përbashkët. Ka nga ata që thonë, le të bashkohemi tani, thonë, të rrëzojmë të vjetrit e pastaj secili në rrugën e vet. Kjo mund të duket zgjuarsi në librat e tyre të politikës, por është një mungesë sinqeriteti për popullin në radhë të parë. Sepse ai që tradhton mendësinë vetëm për të zënë një karrige, nesër do të tradhoj përsëri çdo besim e çdo premtim për ta mbajtur atë karrige. Bravo. Por ereja nuk lind nga karriget. Ereja lind nga guximi, dhe guximi është sot këtu. Ereja lind në zërin ton. Ereja lind në sytë e besimin tuaj, në hapin ton që nuk do të ndalet. Sepse Shqipëria nuk ka nevojë për aktor të rinj në një skenë të kalbur dhe të vjetër. Ka nevojë për një skenë të re, për një mendim të ri dhe për një drejtim të ri. Dhe ndaj, ereja po lind me lëvizjen bashk.